Të nderuar, të respektuar, të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Në radhë kemi surën Shura, që është një sure mekase prej 53 ajeteve dhe ka kuptimin e konsultimit. Pra një sure me një emër shumë interesant, të konsultohesh, duke pasur parasysh të gjithë mesazhin thelbësor që Islami sjell për jetën njerëzore, ku të gjithë jemi të vetëdijshëm se Islami synon që jeta e njeriut të vendoset në një sistem rregullash. Rregulla të cilat njeriu i jeton në këtë botë si urdhëresa të Zotit dhe direktivat e tij nga suneti i profetit alayhis salatu vesselam, që ta kënaqësh Allahun xhaleshanuhu, por dhe më pas me këtë jetë që të jetosh në këtë botë, të fitosh kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu në botën tjetër. Dhe shohim që Islami e rregullon jetën e kësaj bote në raport me të gjithë njerëzit e tjerë që neve na rrethon. Kështu këto rregulla ne nuk i shikojmë si një barr që kërkon Zoti prej nesh urdhëresa, por i shikojmë si rregulla të cilat e nderojnë njeriu në këtë botë dhe e lartësojnë tek Allahu xhaleshanuhu në botën tjetër. Dhe dihet që njeriu e gjithë jeta e tij është në pikpyetje me kuptimin se çfarë vendimesh do të marrë ai në situata të caktuara të jetës së tij. Gjithsecili prej nesh her pas here, ndoshta çdo ditë apo më rrallë, kemi disa pikpyetje për të vendosur për jetën tonë, për të marrë vendime për hapin e radhës. Gjithsecili prej nesh bie në këtë pikpyetje gjatë jetës së tij, gjatë përditshmërisë së tij. Dhe pikërisht edhe këtu Islami na orienton se si duhet njeriu të marrë vendime për jetën e tij. Se si njeriu duhet të ketë kujdes për të hudhur hapin e tij të radhës. Për shembull, kur njeriu është midis dy gjërave, A apo B, çfarë të bëj për këtyre të dyjave, sepse të dyja i duken të logjikshme, i duken të arsyeshme dhe nuk vendos dot, atëherë profeti Muhammed alayhis salatu vesselam na ka këshilluar që njeriu duhet të fali namazin e istihares për shembull. Dhe në këtë namaz 2 rekatësh na ka mësuar një lutje shumë interesante dhe të bukur, ku njeriu në një farë forme po konsultohet drejt për drejt me Allahun xhaleshanuhu dhe po ja vendos përfundimin e kësaj çështje Zotit xhaleshanuhu. Dhe thot profeti alayhis salam në këtë dua, kur njeriu është midis dy pikpyetjeve, do të lutet në këtë formë: O Allah, krijuesi i qiejve dhe tokës, krijuesi i gjithçkaje, fuqia jote është absolute. Ti e din çfarë është e mira për mua e ti e din çfarë është e keqja për mua. Unë nuk e di ç'është e mirë për mua dhe nuk e di ç'është e keqe për mua. Midis këtyre dy gjërave që jam në pikpyetje të vendos, të zgjedh, apo midis dy gjërave që dua ta hudh hapin e radhës, jam në pikpyetje, më oriento në rrugën e drejtë. Nëse gjëja A është e mirë për mua, e hajrit për mua, për dynjan time, për ahiretin tim, ma mundso atë. E nëse është sherr, ma largo atë. Edhe kështu, edhe për opsionin tjetër, dhe njeriu më pas ja le çështjen në dorë Allahu xhaleshanu. Pra, ka një konsult në këtë mes midis dy gjërave që mund të jenë dua individuale, mund të jenë gjëra personale që njeriu ndoshta nuk don që t'i dinë të tjerët, që kanë bëjnë me çështjen e jetës personale. Shohim që orientohemi, të konsultohemi, të lutemi, të komunikojmë me Allahun xhaleshanu, që ai më pas në japi zgjidhje dhe më pas profeti alayhis salam
na ka treguar përgjigjen e kësaj duaje, ku njeriu mundet t'i anoj shpirti, zemra e tij nga ajo gjëja që mund të jetë më e hajrit për të, njeriu mund të çojë një ëndër të mirë e kështu gjëra së kësaj natyre, Allahu mund t'i çojë një mik të urtë që mund ta këshillojë edhe ta orientojë po ashtu tek më e mira, dhe të gjitha këto janë një zgjidhje nga ana Allahu xhaleshanu që kanë bëjnë për njeriu në aspektin individual. Mirë po shumë gjëra në jetën tonë të përditshme nuk janë vetëm në aspektin tonë individual, sepse shumë vendime që kanë bëjnë me jetën tonë mund të prekin familjen, mund të prekin shoqërinë, varet pozita jote në shoqëri, mund të jesh drejtor diku, mund të jesh me një pozitë lart diku që një vendimi joti mundet që nga mbrapa të ndikojë tek shumë individ apo edhe tek shumë familje që ushqehen ndoshta me një punë ku punojnë bashkë me ty. Dhe kështu edhe këtu duhet pra që njeriu të konsultohet dhe pikërisht kjo sura Shura, surja me emrin konsultimi, erdhi pikërisht në Mekë, sepse duhet kemi një gjë të qartë. Në Mekë ku dihet shumë mirë që jeta e Mekasve nuk ishte një jetë e bazuar në themelet të shëndosha shtetërore, sepse kur ke një shtet minimalisht, do të kesh disa gjëra që funksionojnë, do të kesh disa mbledhje ku do të këshillohen idetë, ku do të diskutohen idetë se çfarë do të bëhet me një situatë të caktuar. Dhe dihet që arabët jetonin në fise, arabët nuk ishin drejtësi në vendimarrjet e tyre në përgjithësinë e situatave para se të vinte Islami. Dhe shohim që me ardhjen e Islamit, me këtë direktiv, drejt për së drejti u urdhëruan muslimanët që e ndoqën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu në këtë formë do të shikojmë që do të hidheshin themelet e para të një jete funksionale shtetërore dhe shoqërore dhe mbi të gjitha familjare dhe individuale, sepse kur e kthen nga mbrapa duhet përmirësohet individi që të përmirësohet familja, e duhet përmirësohet familja që të përmirësohet shoqëria, dhe një shoqëri e shëndosh do të thotë një shtet i shëndosh. Dhe kështu Allahu xhaleshanu do ta urdhëronte Muhamedin alayhi salatu wassalam, ku në Ali Imran 159 që ka të bëj lidhje të ngushtë me këtë sure, Allahu thot në këtë formë: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Dhe ju drejtua Allahu xhaleshanu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti ishe i butë ndaj atyre, ishe një profet, por mbi të gjitha ishe i butë, ishe i mëshirshëm. Ja shpjegove fen atyre me butësi, sepse nëse do të ishte e kundërta, ti do të ishe i vrasht, zemërfort me ta, askush nuk do të besonte. Të gjithë do të largoheshin prej teje. Mirë po ti fali ata, falju atyre, fali gjunaat atyre, fali gabimet e tyre dhe këshillohu me ta, konsultohu me ta në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë. Allahu xhaleshanuhu po i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam që të konsultohet me shokët e tij. Ne e dim shumë mirë që kur vjen urdhri Allahu xhaleshanuhu është e prerë dhe nuk ka diskutim në të. E dim shumë mirë që kur vendoste Muhamedi alayhi salatu wassalam diçka, të gjithë bindeshin ndaj tij sepse e pranonin si një urdhër nga ana Allahu xhaleshanu dhe dorëzoheshin tek ajo çështje. Allahu shumë bukur mund të jep të zgjidhje drejt për së drejti me shpallje, por Allahu për të na mësuar ne se si funksionon jeta në përgjithësi, tha: konsultohu o i dërguari im, o i dashuri im, me ata që të ndjekin ty në të gjitha çështjet. Pra kur të vendosni për diçka, konsultohuni me njëri tjetrin dhe dilni një konkluzion. Dhe kjo ndryshe quhet një xhihad për një çështje të caktuar, një përpjekje për të zgjedhur mundësinë më të mirë në një çështje të caktuar ku rrifen shumë mendime e shumë mendje janë duke u konsultuar. Dhe Muhamedi alayhi salatu sallam ka edhe një thënie tjetër shumë të bukur: nëse ja qellon në tilla situata, do të kesh 2 sevape. Po nuk e qellove, do të kesh prap 1 sevap. Pse? Sepse ti ke bërë një konsultim, nuk e more vendimin nga vetja jote. Atëherë lidhur me këtë,
është mësimi thelbësor për gjithë secilin prej nesh më pas. Kur shikojmë atë çfarë u aplikua nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e dim shumë mirë më pas çfarë ndodhi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në çdo situatë do të konsultohej me shokët e tij, me sahabët e tij. Kemi rastin për shembull shumë shembullor në luftën e Bedrit. U konsultua Muhamedi alayhi salatu wassalam në luftën e Bedrit për vendodhjen ku do të rinte ushtria muslimane. Muhamedi alayhi salatu wassalam me logjik njerëzore gjykoi që ushtria duhet të rinte në këtë pozicion. Ndërkohë, një sahabi i nderuar i tha të dërguimit të Zotit, shikoni pak edepin, edukatën, mënyrën e të pyeturit profetit alayhi salatu wassalam në këtë çështje. I tha, o i dërguimi i Zotit, sepse tham kur vinte nga Allahu dhe i dërguari i tij nuk kishte pikë pyetje. E pranonin me njerë dhe i tha, o i dërguimi i Zotit, a ta shpalli Allahu ty që duhet të ri ushtria në këto pozicion? Apo është një vendim i joti njerëzor? Muhamedi alayhis salam tha, është një mendim i imi njerëzor, nuk ka shpallje nga Zoti, nuk ka direktiv nga Zoti. Atëherë i tha, o i dërguimi i Zotit, mendoj, pra shikojmë, këshillimi, konsultimi me edukat, pse e them këtë shumë e rëndësishme, sepse edhe ndonjëherë kur ne duam të këshillojmë dikë, ku dua të konsultojmë me dikë, edhe nëse nuk dëgjohet këshilla apo ajo konsulta jote, nuk ka pse njeriu të mërzitet, sepse nëse ti e ke bërë për hatër të Zotit me edukat, atëherë fund fare e ke fituar sevapin tënd. Por ka disa të tjerë që as nuk kanë edukatën minimale kur duan të këshillojnë. Ai nuk të vjen të këshillon, po thotë bëje kështu, se kështu mendoj unë që është më mirë. Dhe kjo është shumë e gabuar sepse prish raportet vllazërore midis njëri tjetrit. Dhe ai me edukat kaq të bukur, a është tha prej Zotit kjo apo është prej teje nga aspekti njerëzor? Është prej meje nga aspekti njerëzor. Mendoj o i dërguimi i Zotit që ta vendosim ushtrinë që burimet e ujit i kemi nga ana jon. Sepse do të vi ushtria dhe pse t'ja lëm burimet e ujit atyre nga një rrugë e gjatë që do të vinin ata, do të ishin të lodhur, të etur, donin ujë që të merrnin forcën, atëherë në luftë lejohet gjithçka, edhe gënjeshtra lejohet në luftë, atëherë pse ne t'ja lëm këtë vend atyre, por t'i fusim mbrapa shpinës tonë oazet e ujit, burimet e ujit, dhe kështu ne do t'i kemi mundur në radh parë ata sepse ato do të jenë të lodhur nga rruga e gjatë. Dhe kjo ishte një konsul që e miratoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ka një mësim akoma shumë të madh për gjithë secilin prej nesh, që jo çdo gjë që mendon ti që është e drejtë, po të ulesh, të konsultohesh, të flasësh me njerëzit më të ditur, apo të flasësh në rrethanat familjare që do të vinë pak më poshtë, me njerëzit e familjes, atëherë ndoshta del një konkluzion akoma dhe më i mirë, më i bukur për ty, për fen tënde dhe për ahiretin tënd. Dhe shikojmë që ky është një mësim i madh pastaj për gjithë secilin prej nesh si besimtar, sepse Allahu xhaleshanu në ajetin e 38 të surës Shura do të thotë në këtë formë: ata të cilët i përgjigjen thirrjes së Zotit dhe besojnë Allahun xhaleshanu dhe falin namazin rregullisht dhe konsultohen me njëri tjetrin për punët e përbashkëta, ne këtyre njerëzve, pra, dhe konsultohen me njëri tjetrin për punë të përbashkëta, ku shikojmë logjikën se si ka ardhur ajeti, Allahu i ka përmendur dhe i ka cilësuar si besimtar në Zotin xhaleshanu. Pra të jesh besimtar në Zotin xhaleshanu, atëherë kjo është një urdhëresë dhe një këshill madhështore që në çdo çështje duhet të ecësh me konsultim. Nëse janë individuale, tham, me Zotin, e nëse janë shoqërore më pas me njerëzit të cilët neve na rrethojnë. Po të shikojmë të dashur besimtar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam konsultën e kishte gjithashtu primare edhe në familjen e tij. Dhe kjo ndoshta mund të duket pak si diçka e pa dëgjuar më përpara, sepse është dhe ky mentaliteti i përgjithshëm në shoqërinë tonë që në shtëpi duhet vendos burri, pyetet burri, nuk merret mendimi më në pjesëtarë të tjerë të familjes, tek gruaja apo tek fëmijët. Të gjitha këto janë të gabuara dhe bien ndesh me atë traditë të bukur islame që ne na mëson Kurani dhe Suneti i Profetit alayhis salatu vesselam. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam udhtoi për të bërë haxhin mbasi pa ëndrrën, ajo marrëveshja e Hudejbijes e famshme që e kemi trajtuar dhe në xhamin ton, në momentin që u ndaluan nga Mekasit dhe duhet të ktheheshin pa e bërë haxhin, duhet të thershin kurbanët që Muhamedi alayhis salatu vesselam
i urdhëroi sahabët që të thernin kurban. Ndërkohë sahabët nguruan pak sepse po prisnin mos ndoshta po vjen një shpallje nga Allahu xhaleshanu dhe do të ketë zgjidhje, sepse nuk donin të ktheheshin pa bërë haxhin. Muhamedi alayhi salatu wassalam u friksua sepse mos po vjen dënim prej Zotit mbi shokët e tij, sepse të kundërshtohet Muhamedi alayhi salatu wassalam profet, do të thotë që të kundërshtohet Allahu xhaleshanu. Dhe futet në çadrën e tij, ku me të ishte bashkëshortja e tij e nderuar Safia, ku e pyeti: "Oj grua e dashur, çfarë kanë këta që nuk po ma dëgjojnë mua, këshillën dhe urdhrin tim? Pse nuk po i therin kurbanet? A mos duan këta dënimin e Allahut xhaleshanuhu?" Ndërkohë Safia me mençurinë e saj i tha: "O i dërguar i Zotit, ti e di që ata bëjnë çdo gjë që ti bën. Dil dhe bë ti pari ai që do ti therr kurbanet e tij." Doli Muhamedi alayhis salam nga çadra, i theri kurbanet, 2 deshët e tij, dhe të gjithë sahabët thuhet pa ju derdh gjaku akoma kurbanëve të profetit alayhis salam, i therën dhe ata kurbanet e tyre. I ruan kokat dhe më pas u kthyen për në Medinë. Dhe kjo në historinë islame merret si një shembull që edhe gruaja është shumë e rëndësishme në vendimet familjare. Ndërkohë këtu Safia kishte një mendim që konsiderohet edhe si një mendim politik në marrëdhënien se si një par shteti duhet të ketë me popullin e tij, ku dihet mirë që Muhamedi alayhis salam në të njëjtën kohë ishte dhe i pari i shtetit. Prandaj edhe gjithë secili prej nesh në familje duhet të konsultohet me bashkëshorten e tij, me fëmijët e tij për gjërat që të kanë bëjnë me mirëqenien dhe mbarvajtjen e familjes. Kështu do të ketë bereqet. Ndërkohë e kundërta nuk do të sjellë bereqet. Po ashtu në marrëdhënien tonë të përditshme, në punët tona të përditshme, me shoqërinë tonë të përditshme, po ashtu edhe nëse do të kemi të bëjmë në marrëdhënie pune e gjëra të kësaj natyre, duhet po ashtu konsult, që njerëzit të jenë të kënaqur kur merret një vendim i përbashkët. Edhe nëse bëhet gabim në kompani apo në punë, e bëm gabimin gjithë së bashku, sepse e menduam që kjo do të ishte më e duara, edhe pse ndoshta doli e gabuara. Ama të gjithë janë marrë në pyetje, kanë dhënë mendimin e tyre, kanë dhënë konsultat e tyre dhe është marrë një vendim. Për shembull, ka një hadith shumë bukur të Muhamedit alayhis salam. Thotë, nëse dilni në një rrugë, merrni një udhtim, minimalisht thotë jini 3 veta, sepse kjo është për të mirën e juaj. Dietarët shpjegojnë se 3 veta, edhe nëse ndodh që dikush të smuret apo të dëmtohet në udhtim, të paktën njëri kujdeset për të dhe tjetri shkon dhe kërkon ndihmë dhe kështu mundet sigurohet jeta pra. Ndërsa nëse mund të jeni 2, do të ishte problem. Kush do të ikte për të kërkuar ndihmë, kush do të jepte ndihmën aty. Por kush është pjesa më e rëndësishme këtu? Thotë, edhe nëse jeni 3 veta në rrugë, në një udhëtim, zgjidhni thot një të parë. Konsultohuni me njëri tjetrin, por kini një të parë që të vendosni më pas për çështje që mund të dalin në rrugë. Dhe kështu, kjo do t'ju mbrojë juve rrugën e drejtë, do t'ju mbrojë juve besimin. Sepse imagjino sikur njëri thot me bën një gjuna, do të kishte minimalisht 2 të mirë që do ta mbrojnë, do ta kapnin për dorë, do ta trishnin nga rruga e drejtë. Dhe kështu, edhe në një situatë më minimale, është këshilluar këshillimi dhe konsultimi me njëri tjetrin. Pra kur vendoset diçka, vendoset dhe ajo më pas nuk ka më që të kundërshtohet. Se në momentin që kundërshtohet më pas, prishet çdo gjë, mund prishet marrëdhënia shoqërore, marrëdhënia familjare, marrëdhënia në biznes, marrëdhënia në kompani, dhe kur e shikojmë në këtë perspektivë kaq të madhe, shikojmë se sa Islami futet deri në detajet më të vogla të jetës tonë praktike në jetën e përditshme. Dhe kjo patjetër është një mirësi për Allahu xhaleshanu. Pse them që është një mirësi? Sepse elhamdulillah na jepet udhërrëfimi, na jepet udhëzimi që ne të dimë si të veprojmë edhe në situatat më delikate, në marrëdhënie me njerëz në mënyrë të përgjithshme, që në fund të fare edhe jeta e kësaj bote të shkojë mirë, në një marrëdhënie të mirë në përgjithësi me njerëzit, por edhe mbi të gjitha të kënaqet Allahu xhaleshanu, sepse tham vetëm si fakt konsultimin, duke qenë se është një urdhër në Kur'an, kur njeriu e bën për t'i përngjasuar sunetit Muhamedit alayhis salatu vesselam, do të ketë sevape
ku e lusë Allahun xhaleshanu të na bëj për tyre që e marrim Kur'anin famë lart udhërrëfyes të jetëve tona dhe bëft atë ndriçim të jetëve tona. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.